Faleminderit nderuar kryetare, nderuar deputet Tahiri, sa i përket mënyrës së dizajnimit të planit të rritjes, mënyra është kësaj. Plani i rritjes parasheh, siç e thash, 882 milion euro, pra mbështetja totale për Republikën e Kosovës, e cila mbështetje është e zbërthyer me zhbllokime bazuar në dinamikën e reformave që zbatojmë. Për shembull, ka të parapara në pakon e reformave, ligje të ndryshme, vendime, akte nënligjore, apo edhe targete apo caqe të caktuara që duhet t'i arrijmë në administratën publike, në gjyqësor, apo edhe në masat e eficiencës, të cilat pastaj zhbllokojnë fondet të caktuara. Një prej këtyre fondeve, siç e përmenda, 7% që është paradhënia apo pagesa qysh në start, e cila parashihet t'i alokohet Republikës Kosovës. Tani, burimi i financimit për këtë paradhënie prej 62 milion eurove është 1/3 do t'jetë grant, ndërkaq 2/3 janë kredi. Pra nëse e rrumbullaksojmë në 60 milion euro, mund të themi që 20 milion euro prej këtyre janë grant, ndërkaq 40 tjera janë kredi. Po tash ky është vetëm burimi se si vijnë dhe si kompozohet ky 60 milionshi. Ndërkaq mënyra se si shfrytëzohet është e përcaktuar kësaj. Gjysma e këtij 60 milionshi shkon në WBIF. Pra është korniza investive Ballkanit Perëndimor, janë mjete të dedikuara për Republikën e Kosovës, të cilat i vihen në dispozicion Republikës së Kosovës për projekte investive. Pra ne duhet dërgojmë ngjashëm siç kemi dërguar projekte në të kaluarën për WBIF, konkurrojmë në të kaluarën kemi konkuruar për një shumë të tërësishme të mjeteve të fondit të WBIF-it, tani kemi shumën e alokuar, pra është dedikuar për Republikën e Kosovës, por mjafton që të dërgojmë projekte të cilat janë të financueshme dhe në bashkëpunim edhe me institucione financiare ndërkombëtare siç janë Bergji, EIB, Banka Botërore e të tjera, pra financohen ato projekte. Do thonë gjysma e këtyre mjeteve shkojnë në WBIF, gjysma tjetër disbursohet si mbështetje buxhetore në llogarinë e thesarit të Republikës së Kosovës, pra bëhet pjesë e bilancit bankar i cili shfrytëzohet për mbështetje buxhetore pa ndonjë dedikim specifik. Do të thonë nuk është se ka dedikim specifik, është njësoj sikur se marrim hua në tregun e letrave me vlerë, pra që është dedikimi i përgjithshëm, vetë se këtu ndikon që të jetë norma e interesit e ulët, pra njësoj si që ka vetë Bashkimi Evropian për vete, do të thonë transferon të njëjtin çmim apo kostot të huamarrjes, dhe të njëjtën kohë kredia është afatgjat, pra është 40 vjeçare. Do të thonë afati i kthimit është 40 vite me grace periudhë prej 10 viteve. Faleminderit.